Pak para festave të fundvitit, BKH ushtroi kontroll në ambientet e laboratorëve Genius Lab, një veprim që shënon kalimin e hetimeve nga faza e vëzhgimit në ndërhyrje konkrete dhe që vendos drejt për drejt nën presion Besnik Çullhajn, përfituesin kryesor të tenderave të shëndetësisë gjatë periudhës së pandemisë dhe njeriu që për vite është konsideruar ortak politik i ish-ministres Ogerta Manastirliu. Ky kontroll nuk erdhi si procedurë rutinë, por si pasojë e grumbullimit të dhënave mbi mënyrën se si kompania Genius ShPK ka thithur fonde publike përmes qindra tenderave në një periudhë kur shëndetësia funksiononte në regjim emergjence dhe kontrolli mbi procedurat ishte praktikisht i paralizuar. Sipas informacioneve që disponon pamfleti, ndërhyrja e BKH-s tek Genius Lab ka shkaktuar reagim të menjëhershëm të drejtuesit e kompanisë, të cilët kanë nisur të zhdukin pajisje, telefon dhe materiale të ndjeshme. Hetimi që po zhvillon SPAK nuk synon më të ndalojë te operatorët privat, por po ngjitet në nivelin ku është marrë vendimi politik, sepse pa firmat, mbrojtjen dhe orientimin e Ogerta Manastirliut, skema e laboratorëve nuk do të kishte funksionuar, nuk do të ishte zgjeruar gjatë pandemisë dhe nuk do të kishte prodhuar pasuri të përmasave që sot po verifikohen nga pandemia e COVID-19 e tutje. Genius ShPK e Besnik Çullhajn u shndërrua në përfitues sistematik të fondeve publike, duke marrë rreth 270 tendera nga degët e Ministrisë së Shëndetësisë, shumica pa gara reale, shumica me procedurë formale dhe shumica me vlerë sa fondi limit, ndërkohë që të dhënat e thesarit të shtetit tregojnë 537 pagesa me vlerë mbi 384 milion lek, pagesa që nuk do të ishin të mundura pa një mbrojtje politike të fortë dhe të qëndrueshme. Pandemia shërbeu si moment ideal për këtë skemë, sepse në kohën kur qytetarët ishin të izoluar dhe sistemi shëndetësor funksiononte në regjim emergjence, Manastirliu e ktheu krizën shëndetësore në burim pasurimi për rrethin e saj të besuar. Sot marrëdhënia mes Ogerta Manastirliut dhe Besnik Çullhajn rezulton e prishur për pazare financiare, një fakt që po ndihmon hetuesit të rindërtojnë skemën nga brenda, sepse konfliktet për ndarjen e parave zakonisht flasin më shumë se çdo dokument zyrtar dhe zbulojnë hierarkinë e pushtetit brenda aferës. Në tavolina private, sipas dëshmive që kanë bërritur në redaksi dhe po verifikohen nga SPAK, Çullhajn ka shprehur cinizëm ekstrem ndaj pandemisë, duke folur për COVID-19 si periudhë fitimi dhe duke uruar rikthimin e një krize tjetër shëndetësore, sepse vetëm në kushte kaosi, sipas tij, paraja publike qarkullon pa pyetje dhe pa kontroll, një mentalitet që shpjegon mënyrën se si u ndërtua pasuria e tij gjatë emergjencave. Hetimi shtrihet edhe mbi pasurinë personale të Besnik Çullhajn, duke verifikuar blerje pronash dhe apartamentesh në Hamburg të Gjermanisë, në Itali dhe në Belgjik, një pasuri kjo marramëndse e vendosur në qytete strategjike. Kontrolli i BKH-s në Genius Lab shënon një kthes konkrete, sepse për herë të parë skema e laboratorëve nuk trajtohet si problem administrativ, por si çështje penale, me përgjegjësi të individualizuara dhe me vëmendje të drejtpërdrejtë te vendimarrja politike që e bëri të mundur. Me këtë hetim, SPAK po i afrohet bërthamës së skemës që është Ogerta Manastirliu.